Po e nis me Gretën, Greta. Ledion, atëhere. Si që thash, zinxhiri ishte komplet diçka ironike. Vilës ne filluam të qeshnim. Ironike ka qenë komenti im, ti the që zinxhiri ishte për të bërë lojën e tyre. Ironike ka qenë komenti që unë kam dhënë shpjegimin, kështu që fol fjalët e tua. Po pra, diçka jo i vërtet. Shpjegimi im pse unë zgjodha Gimbon. Diçka falso sipas meje. Jo, ironike nuk është falso, është ironike. Kështu që filloj edhe një herë. No, kjo është mendimi im edhe do vazhdoj. Po pra, o ironike o falso. Po pra, duke bërë disa gjeste që nuk përputhen me fjalët, sepse ti the pra, ironike, shpjegimi im. Ti the që le të dali Gimbo dhe Greta, edhe kë shpëton të parin Gimbon. Miri shpëton mua, që nga momenti parë Miri ka thënë Greta duhet të dali nga kjo shtëpia. Tani, unë nuk kuptoj pse kaq kontradiktor. Unë nga momenti parë që jam futur në shtëpi, kam thënë, unë kam lojën time, por ama Selinën nuk e dua jashtë. Kjo nuk është e vërtet. Unë nuk të zgjedh në zinxhir sepse kur e ke thënë Greta, ke thënë javën e tretë. Se javën e parë kur ka ardhur dhe ke shprehur më të madhe, ke bërtitur faktin që po, unë Selini është i pari person që unë e dua jashtë, sepse unë jam në lojë. Jo, absolutisht. Jo, s'është e vërtet. Unë ka thënë ajo, po ti unë dua të fitoj Big Brother, po ti t'jesh lojë. Se si mund t'jesh po se di po. Greta, të kam parë afër me Selin kur ajo qëndron me Gimbon, diçka që nuk ndodh asnjëherë kur Selin ri me Mirin. Çfarë kupton nga raporti, o më saktë nga versioni i Selin kur është me Gimbon dhe versioni i Selin kur është me Mirin? Shfaq veten e saj më të mirë. Me thënë, Gimbo është një djalë flori që e respekton, e vlerëson si femër, edhe ja do të mirën pa kaluar kur limite, edhe pa keq kuptuar gjëra që ajo nuk do donte të duknin, të shikonin. A mendon ti se në mungesë të Mirit aty brenda, Selin dhe Gimbo mund të ishin edhe më afër me njëri tjetrin? Jo, nuk besoj se Miri është një pengesë, sepse në fund ditës nuk janë asnjë gjë, thjesht dy lojtarë që po lozin bashk. Ama Selina ka disa parime dhe është një vajzë me një kulturë dhe do pak kohë që shikoj të jetë e sigurt. Jo, nuk po flas për një raport me sens romantik, po flas për të qëndruarit me. Pra, ajo deri më tani tregon një lloj luajaliteti karshi Mirit që me sa kemi parë nga e Marta e këtej, deri diku nuk e ka treguar karshi Gimbos. Okej, po, normal. Nuk do ta prishi raportin me Mirin sepse dihet që dhe jashtë tashmë janë një dyshe në lojë edhe s'do të prishi imazhin. Pse mërzihesh kur them unë që unë lojën e kam me Mirin dhe jo me Gretën? Kur ti e din që sepse unë nga momenti parë unë kam dashur me bëj lojë me ty, ama kur ti zgjedh të bësh lojë me Mirin, unë nuk mund të rri aty. Një pranë të tërë, duke thënë që po unë nuk do bëja një lojë me atë se ne nuk kemi karakter të ngjashëm. Që më lirë rehat, unë bëj lojën time dhe unë çfarë bëj tani? Unë do isha njeriu më i lumtur nëse ne në lojë do ishim të dyja bashkë. Ti vetë ke thënë në pranë që unë me atë sikur mos ishte me Mirin, nuk do kishim një lojë tonë sepse nuk kemi karakter të ngjashëm. Duhet të ndash mendjen. Më fal, pse më dukesh mua sikur intimidohesh ti nga Selini gjatë prajmit? Jo. Po, sepse më dukem sikur edhe kompleksohesh, do me thënë, kur vjen prajmi edhe do me i boj qefin, por gjëra tjera ke thënë te klipi. Tani, të lutem, ke mundësi që të jesh pak më drejt për drejt dhe ti përmbahesh klipit? Jo, unë e thash që Selina në zgjedhje që ka bërë ka qenë falso, bashkë me Mirin të dy, sepse këto kanë qenë. Tani, kur thuaj që Selina ka qenë falso, ky është një veprim i Selinës. Që e ka bërë me vullnet të lirë. Pra, ti po thuaj që Selina është falso? Të dy, po, kanë qenë. Bukur, po si mund thua që Selina është gocë, do me thënë që ka morale lartë, ti sa po thuaj që është falso? Jo, absolut, s'ka lidhje morali me falsitetin. Morali është pjesë e karakterit, karakteri ka rëndësi të madhe në vendimarrje. Me kulturë e gjitha dihet ajo, po si mund ta gjykoj unë në këtë, është absurde. Jo, do me thënë, Greta, ajo që po thot Arbri është pak a shumë që ta sintetizojmë. Do me thënë, ideja është ka dy gjëra. Ose Selin është vetja dhe ato që thot që dua të dali Gimbo, dua të dali Greta i vin nga vetja,
Opsioni A. Opsioni B është Selin manipulohet nga Miri. Po. Për ty, cila është? E manipuluar apo... Miri, sepse e ka thënë vetë që unë Miri më manipulon, më thë disa pyetje... Para 2 minuta është që nuk manipulohet nga Miri. Prit pra, mos qesh, 1 sekund. Sepse e ka thënë vetë, me gojën e vetë që Miri më bën disa pyetje tendencioze që do të kuptoj diçka nga unë edhe unë ja jap këtë kënaqësinë. Po ku është tendenca këtu? Do të kuptoj vërtet. Është kontradiktor. Kush është kontradiktor? Greta është kontradiktor. Dhe mua dhe Gimbon sepse ke frikë. A është kontradiktore sepse si të ikën vëmendja ty, a kupton? Kur ka Selina aty përballë i tutet. Unë mendoj që nuk e ka nda mejen me Lut Big Brother. Sepse po e ndave mejen me Lut Big Brother. O je kundra, o je e thu fjalin dhe e çon deri në fund. Tani, po mirë, po ka, shiko, duhet ta mirë kuptosh pak pozicionin e Gretës, sepse ka, domethënë, jeta për Gretën dhe Selin vazhdon edhe pas përfundimit të Big Brother. Jeta për Mirin dhe Selin, për Gimbon dhe Selin. Atëherë mos dil me fol te klipi. Jo, po unë dhe jap mendimin tim. Nuk mund dalësh edhe te klipi. Unë mendimin tim do ta jap. Dhe këtu kur u pyeti pa 5 minutash që a influencon Miri te marrëdhënia me Gimbon? Jo. Tani thotë që Selin manipulohet nga Miri. Po. E drejtë. Janë gjëra të ndryshme këto që po thu. Pra Greta, ideja është që ose thuaje një mendim dhe qëndroji, ose mos jep 3 variante të kundërthëna me njëri tjetrin vetëm për faktin që i druhesh kësaj gjës që thash unë. Jo, absolutisht. No, unë mendimin tim për këtë lojës... Atëherë, cili është mendimi jot, Greta? Që këto dy ka një lojë bashkë dhe nuk e prishin dot. Selina manipulohet shpesh herë nga Miri, sepse Mirit nuk i vjen mirë që ne, unë, Gimbo dhe Selina, rrim bashkë, sepse i kam vëmendja. Miri nga momenti parë, Miri nga momenti parë më ka dash jashtë. Më ka nominuar nga java parë që ka qenë pika ime më e dobët. Ka një pyetje për Gretën drejt për drejt. Unë nuk më vjen mirë se ju të tre rini bashkë për lojë, apo se rini si të tre për tjetuar këtu në Big Brother. Të dyja, edhe si lojë edhe për tjetuar të tre. Po ka, sepse ka shumë Jo, dushim. të dyja, normal që e s'vjen mirë, Miri. Pra do të thotë që ju të tre bëni lojë Unë do rri me Selinën, se është me një shtëpi, unë rri dhe me ty që kam... O Miri, qa do me thënë kjo gjëja më burse, kur sqaron Gimbon dhe Gimbo të thotë që unë nuk kam asnjë... Ju lutem qetësi, vajza, qetësi. Pra kur sqaron Gimbon dhe i thua Gimbos që dhe Gimbo të thotë që unë nuk kam hyrë për të ndarë ty me Selinin, dhe ti vetë me gojën tënde i thua, okej, s'po më ndan, po ko, po na merë. Pa tjetër pra. E po si, po tjetër pra. Edhe loja dhe e qëndruara është e njëjta gjë, se qarë është? Jo, nuk është e njëjta gjë, Oledo, nuk është e njëjta gjë, sepse rrim bashkë për të luajtur, rrim bashkë vetëm për tjetuar. Ka shumë ndryshim kjo gjëja. Ne këtu brenda këtë e dim shumë mirë, paktën unë me Selinin e di shumë mirë. Ti Miri ke... Një sekond, po një sekond. Të bëj një pyetje Miri. E ka me Ledionin, o Kristi, e ka me Ledionin. Miri, a ke ti dikë që rri aty vetëm për të jetuar? Po pra kisha ja. Ti. Tani në këtë moment? Po. Selin. Jo në këtë moment, po në 50 ditë. Selin. Pra ti me Selin nuk rri për loj, rri për tjetuar. Jo, rri edhe për loj, edhe për tjetuar. Po jo pra Miri. Ti mund të rrish dhe për loj dhe për tjetuar. Ndërsa Greta dhe Gimbo dhe Selin duhet të rrinë vetëm për tjetuar, jo për loj. Ta shpjegoj, o Ledion. Sepse, më la leta shi, për qa erdhe? Jo, Rogert, mos të rritë. Rogert, tani, lere pra se, a du të shpjegohem. E kam shpjeguar shumë mirë të klipi, e shpjegoj prapë. Janë 3 linja që unë i kam në mendjen time, nëse këta tjerë nuk i kanë, është problemi tyre. Kam të menduarin, të vepruarin dhe të jetuarin. E menduara me të vepruarin është loja. Të jetuarit është të shkëmbejmë diçka për mënyrën se si jetojmë, ku jemi, ku kemi qenë, familja, eksperiencat, karriera, ja pra këto janë. Po. Okej. O kuptuam? Jo. Nëse u kuptove ti? Selin? Qofse tjerë se kanë kuptuar, atë Atëherë, Ledion, fillojmë. Duke u kthyer te prajmi paraardhës, me situatën që ndodhi në klip. Një person që detyrosha një shpjegim gjërë dhe gjatë, edhe ndjesha shumë siklet, ishte vetëm Gimbo. Dhe mendoj që unë me timen e kam bërë gjatë ditëve që prej ditës së martë dhe deri sot.
Sa që është prej Greta kaq shumë, unë nuk kam thënë unë Gretën e dua jashtë. Fjalët që ka thënë Greta për mua. Unë kam thënë që në këtë pest, i vetmi person që mua më intereson trik këtu brenda është Miri. Sepse unë lojën e kam me Miri. Po e them e dua jashtë, po nuk e dua brenda. Jo, në raport atëherë një sekond, nuk kam thënë nuk më intereson, s'ka problem, kam thënë për lojën. E kam cilësuar për lojën. Ore ma ishni këtë fjalën loja se më dolën trut me ju. Loja është të qëndruarit 24 ora aty brenda, kjo është loja. Nuk do me thënë përmend fjalën loja dhe hajtë se quhet kjo fjalia. Po ama, nëse paralizojmë Gretën me Mirin, njëri që ka suportuar më shumë qasin time këtu brenda ka qenë Miri sa Greta, se Greta s'ka lënë llaf pa thënë. Miri të manipulon, Selina, Miri të manipulon. Iku kjo, një. Po çfarë është gjëra, më fal, çfarë ka thënë Greta që s'pas ka lënë llaf? Greta ka shkuar në përshpejtje ka thënë se lini këtu brenda është 60% falso dhe 40% Po, sepse nuk jeni të vërtetë. Ka thënë që nuk jeni të vërtetë. Ka thënë dua jashtë. Jo. Dua jashtë, po. Edhe ka qenë absolutisht. E kemi trajtuar deri në Prime, e ka thënë mes njerëzve ku kemi qenë duke pirë kafe. Po Selin, po Greta a e ka bërë këtë për shkak se qasja jote ndaj saj ka qenë totalisht e ftohtë dhe e pa interesuar apo e ka bërë këtë sepse vërtet mendon? Gretës ka qenë përgjigje e asaj çfarë kërkuar Greta për qëndruar unë kundrejt saj. Dhe një sekond, ka dhe një gjë tjetër që mua Greta në zinxhir nuk më ka shpëtuar, për lider më ka zgjedh dhe ecën në përshpejtje thotë, "Unë ty s'kam zgjedhur ndonjëherë për zinxhir, po unë për lider gjithmonë Selin kam thënë, ndërsa ti mua nuk e ti do e kaloje mirë, do e kam shpjeguar. Unë në shtëpi pas Prime e kam shpjeguar që Po ta ka shpjeguar pra që nuk të zgjedh ty në zinxhir sepse ti do shpëtoje Miri, më e qartë se ka shpjegimin. Greta ka thënë, "Unë kam thënë këtë tjetrën, që sa herë do më jep mundësia për të zgjedhur dikë, ka për qenë Greta, dhe në moment që unë zjedh Gimbon, Greta, një vajzë e zgjuar, që mua më njeh shumë mirë atje jashtë, që nuk jam unë 60% falso, 40% e vërtet, do ta kishte kuptuar pse unë zgjedha Gimbon, Gimbon vazhdoi ronin tim me zgjodhi Mirin, sa Ose ti, me kaq sa njiheni juve, si të duket fakti që Greta, pikërisht njeri që ti thua njihemi shumë mirë atje jashtë, thot që ti po manipulohesh nga ai zotëria që ke në të majtën tënde. Në para ardhës, kur po flisnin për Selinën dhe për goza që manipulohen nga Miri, tha, ti Miri me Selinën nuk ka se Selina nuk e ke manipuluar. Këtë Prime thot që e ke manipuluar. Po ai personi është i pari që thot që unë çuditem me Gretën në Prime, se unë me Gretën rri për ditë, në krevat, në grim, në tualet, jashtë vetëm kur vi dush of surprise. O Selina, Gjithsesi nuk do ta përshëndet e Greta se do ta zgjas pak mendimin tim. Sa për pjesën e Mirit dhe Gimbos, unë Mirit e para një nuk pëlqej që pas ka dalë aty dhe ka thënë që Selini i pëlqen të luajë lojën ndryshe dhe ndoshta nga që sporrim me mua tani do ta bëj këtë me Gimbon. Kur ndërkohë e vërteta është që me ardhin e Gimbos edhe me kohën që unë kam shpenzuar me Gimbon, kam parë te Miri, ndoshta duke shkoputur nga njëri, shikon ndoshta me një sy tjetër, kam parë disa situata që mua si Selin nuk më kanë pëlqyer dhe nuk kam shkuar në një dhomë rrëfimi për të thënë fjalën e fundit për Mirin, përkundrazi jam munduar që në çdo moment që unë kam patur mundësi të shpjegohem me Mirin, të ulem dhe të sqaroj 1 2 3 4 gjëra që nuk më kanë pëlqyer. Edhe për çfarë kam thënë te klipi në lidhje që më zhdukur pyetja tendencioze, ja kam thënë dhe Mirit, Miri, mua më zhdukur sepse ti je lojtar që analizon këtë lojë më mirë se askush tjetër këtu brenda. Dhe ti nuk mund të vish dhe thuash, po Zolina, se ti e di shumë mirë probabilitetin se si është nëse s'Delina. Dhe unë mendoj që ti me Selin nuk e qenë shumë i drejtë dhe ke munduar me bërë një lojë të pisët që unë kam qenë vërtet në një moment shumë të keq dhe unë i kam thënë një përgjigje sa për t'i dhënë Mirit përgjigje dhe këtë gjë e kam sqaruar shumë herë në shtëpi. Qa, dy gjëra janë, ose Miri nuk më pëlqen sepse ose Miri analizon shumë mirë lojën e Big Brother ose Miri të analizon shumë mirë ty, Gimbo. Mund të bëhet të dyja, si s'është çudia. Edhe të dyja, patjetër, është sepse zoti që një pari që ka thënë Selina ka bërë shumë gabim që ka gjetë grupin tonë. Po ai pra ti e mendimet, ai drejton. Gimbo, dua të dëgjoj pa Gimbon. Përshëndetje, fillimisht, unë du me rikthy në Primin e kalum. Tek 20 sekundëshi i tonit që e përmen, du më këthy të ajo pjesë edhe unë e kuptoj pozitën e Selini që shokon gjatë asoj bisede me Mirin. Po e kuptoj edhe pyetjen tendencioze të Mirit. Pse? Sepse unë kur e kom pyet Mirin, çka të pengon ty, personalisht ty, çka të pengon që unë rri afër me Selinin, kë ka thonë koha. Po pra po, e tham atë, po. Okej. Do më thonë, Miri ti pengon në lojën e ti, unë mendoj që Miri e ka lojën e ti që e bën me Selinin ose kundrejt Selinit. Që nashta kjo nuk e din, nashta se diasun, po supozoj. Edhe unë normalisht që nashta dhëm një pakes për ati klipi, po kur nëna menoj
e di pse ka thonë këtë përgjigje, se Miri e ka dosh atë përgjigje, se ka insistu me di qatë përgjigje dhe qatë emën, edhe e ka morë qatë emën. Edhe... Po pra, ja. Edhe, vish pa, edhe unë si një djallë i rinës të 5 veçar, nuk i dhonë 100 pite për një laknur. Që i vjen? Une nuk i harroj, ndoshta kujdesën e sot që ka pasur mu, më kanë dimu ushimin, thash, gjitha sa në që kanë do dhe më rana shpe. Unë nuk është që më interesën fort, atina jo ta buni blëf, jo dole, jo të ta maruj, të ta lujt, se jenë njerëzit jashtë që shuin, edhe Zotit një mën kur je i drejt. Unë jo mos fillimisht i drejt, edhe i ty të e më shumë i sinqerë. Edhe mund ka orë pak keq për i do situatave me Mirin, se ka mujt unë mendoj më ardhë vetë kë dhe me më thonë që po më pengon që kë sen në qitë loj mu. Jo me prit që më shku unë e me thonë Mirit. Në gjdo klip që më dollën i përfshi, me Selinën edhe me Mirin, unë e kumë cek që unë nuk jem ardhë me ndonë Selinën edhe Mirin. Pik. E dyta, unë veproj edhe luj që ashtu që shumë thëtë zemra, jo shumë thojnë hienat. Apo këpëtojnë? Unë luj që shdi, unë me lujt edhe du që shdi me doshtun me doshtë. Po Selin, a vepron që shdi vet, apo si që thonë hienat? Qëre, si pas teje. Selini është një famën shumë e butë, shpirtresht, unë e vlerësaj ashtu, edhe Selini mundohet që mës me prish një varloj balonce në mes meje edhe Mirit. Unë e shashtu. Pse? Se me Mirin e ka një kohë 50 ditë, jëmë bosët që është në shpe, unë i kam 2 javë që e mordë dhe se 3, edhe tashti nuk ka qef as kjetë që Miri me u prek, pse kjetë që ndërën me mu, ose pse rën me mu, ose që shën me mu. Po edhe Miri dhëtë me di që deshtes që do mua bete. Mateo. Se kam që shfaq që dhe t'i pje komend. Sa i përket lojës Mirit me Selinin, që e dim gjithë si ka ndodhë, pse ka ndodhë dhe gjdo prime, qëfar është për folur, përgjigje që ka thënë Selini Mirit është për ta mbajtur akoma mirë me Mirin të riqe mos këput. Ndërkohë, ka përfituar dhe nga situata e ardhjes së Gimbos, përveç qasit që kanë me njëri tjetër një marrëdhënie shumë të mirë, nuk po e gjykoj, po e ka parë dhe si një mundësi për të shkëputur nga marrëdhënia me Mirin. Por në këtë moment... Pra më dha përgjigjen që doja unë dhe do më shkëput. Po e kuptoj. Po i sekond, me ty do ta maj akoma të riqe mos këput. S'do ta prishi, po në të njëjtën. Më dha përgjigjen që doja unë, se kështu the te klipi. Po pra. Dhe do më shkëput tani. Si është? Po, jo ta maj akoma keq me ty. Erdi Gimbo, përveç marrëdhënies mirë që ka me Gimbon, e ka parë edhe si një mundësi për të shkëputur nga Miri dal nga dal. Tani unë kuptoj te Gimbo. Po pritej një sekond. Nga loja e pisë që keni bërë, nga loja që keni bërë deri dje, ku keni qenë të dy bashkë. Tani nuk kuptoj te Gimbo që thotë. Shkëputet nga unë dhe shkon te Gimbo. Po ky është loja. Nga loja. Le të flasë Miri. Miri, ajo